revoltës, organizimin e protestave dhe revoltave ndaj qeverisë për shkak të skandalit Rama Balluku. Pa diskutim që isha, po themi, i gëzuar që vendimarrja e Partisë Demokratike për protestën e datës 22, shkoj aty ku kam kërkuar prej kohësh për pasur protesta dhe revoltë. Nga ana tjetër, mbledhja e kryesisë më vjen mirë që në 4 orë pati protestë ndaj demokratëve që janë të pakënaqur dhe gjysore protestë ndaj Ballukut. Po prapë në 22 mars protestë çka kam thënë mbledhja mbetet në mbledhje. Çfarë ka mbetur? Çfarë kanë, shiko. Po ja u mbledhje kundër jush çelën në Elbasan. Tani këto janë budalliqe që unë nuk kam takuar në asnjë moment asnjë personalitet të krimit, kështu që këto janë, nuk e di nga dalin, janë muhabete kot dhe pa diskutim që jam i keqardhur që mbledhja e kryesisë është vendosi komplet fokusin nga protesta tek diskutimet se nuk kryesia kundër jush? U kthye në një mbledhje kundër jush? Jo, kishte mendime të ndryshme. Ajo që di t'ju them është që do ecim përpara, çdo ndryshim nuk vjen pa sakrifica dhe pa reagime dhe pa përplasje, do vazhdojmë do të ecim përpara, çdo akuzë dhe çdo idiotësie do t'i përgjigjemi me fakte konkrete.